Vrim në pjesën tonë më të dashur, në intervistën tonë Nuk e di pse na ka ecur kaq mirë kjo intervista, na ka ecur shumë. Shikimet në Instagram të papara për intervistat tona, se personazhet që ne ftojmë janë të jashtëzakonshëm. Dhe sot kemi ftuar si e trajtojmë. Po edhe intervista. Po ti pse nuk e rruar kështu apo po mban kështu? Është për punë zgjedhore. Jo, është për zi për një gjë më të madhe. Ashtu, do na e thuash? Më vonë. Okej. Ne kemi kënaqësinë të kemi një personazh tritolik në studio, është profesor Lufter Xhuveli. Ai vjen për herë të parë në studion ton, por shpresojmë jo për herë të fundit. Profesor, kënaqësi që jemi bashkë. Si është imja? Profesor, mirë se erdhe. Ta thamë të dy profesor në të njëjtën kohë. Dhe pse Erioni më tha para mos i thuaj profesor se nxehet shumë. Pse të nxehet ky termi profesor? Jo, mos i thuaj profi. Po profesor thuaj sa të duash. Se janë ca që e përdorin si fjalë, thon profi, nuk e. Shiko, e kuptoj, po nuk shkon për mua kjo. Dhe besoj që nuk shkon për kërkënd në këtë dynja, po s'ke që bën disa profesorë... Se për shumë, nuk e ndjen veten sot i... Profesor të ri, të lutem më lërë të ambaroj këtë se ka të bëjnë me konceptin e kësaj pune. Po. Në Shqipëri mund t'jenë disa qindra profesor. Po. Të tërë për mua janë të nderuar e të respektuar. Me gjitha tonë rreth parë duhet të respektoj veten time. Në fushën e bujqësisë unë jam profesori më i vjetër në Shqipëri, jo nga mosha. Nga mosha e profesorit, si profesor. Nga studimet, pa tjetër. Jo, si profesor. Që ka marrë titullin si profesor, jam i vjetri në Shqipëri. Dhe nuk më vjen mirë që të më thonë profi, si që e përdorin rëndon. Se është zbutje, një këshu një loj qesëndisje. Është një farë relativizimi i vlerës. Ndërkohë që për të bërë profesor... Ujtë të zi ju nëzirë në ju sot. Ujtë të zi, se e kemi si temne, bardhe zi nëzirë ujtë të zi. Tani, në gjithë këto vite, karriere shoqërore, duke dhënë kontributet e tua shumë të vyra, në disa fusha, jo vetëm në një fush, si ndjeni brenda vetes? Mirë, mjaft mirë. Mendon se duke bërë mirë, ke gjetë dhe zezën tënde, apo duke bërë mbase po të kishe bërë të kundërën, do kishe gjetur të mirën, si ekziston ky kontravers brenda? Jo, absolutisht është një binom që nuk përputhet. Atje, as pak për të zezën time, për kundrazi, për të mirën e studentëve të mi, për të mirën e kolegëve të mi, për të mirën e Shqipërisë, dhe natyrisht edhe për të mirën time. Tani, me qënë se e nisëm me termin e plot, profesor, e keni ju këtë stim që t'ju jep një pak mësime këtyre të rinjve që do futen sot në politik, sepse keni qenë 12 vite ministër që askush, rrallë kush mund ta... Vetëm kryeministri ka ndërtur 12 vite, vetëm njëri. Mund ta gëzoj këtë atributë, jep një pak mësime këtyre të rinjve se si duhet sillen me politikën, se mirë në fushat që ju përmendët keni patur sukseset e tua dhe natyrisht ka dhe të tjerë që e pasojnë jo në mënyrën tuaj, ndoshta përpiqen, domethënë. Po në këtë fushë ku mungojnë gradat për hir të vërtetës, ë? S'ka nevojë për grada kur je në politikë, por më vjen keq ta them që sot politikanët jo të gjithë, absolutisht jo të gjithë, por një pjesë jo e vogël e tyre shikojnë me nënvlerësim dhe me një papëlqyeshmëri të një niveli shumë të lartë. Do me thënë, e kanë fajin njerëzit që shkojnë me inat, apo ata që s'janë të mirë? Jo, po ju përgjigjem edhe juve njëkohësisht edhe Ornelës. Ka raste kur të vjen rënd që të përmendin që ti ke qenë deputet, ose ke qenë ministër. Se ka rënë koncepti i ministrit dhe deputetit. Pikërisht. Ka një evolucion negativ, do thoshja, në lidhje me këtë çështje. Pra përfaqësuesi s'është më... Kur kemi hyrë në fillim të viteve 90 në jetën tonë shoqërore, unë edhe në atë politike, atje, kam bizotruar tek ne idealizmi dhe shumë pak ka patur pragmatizëm. Duke ecur vitet... Idealizmi filloi të bjerë dhe filloi të rritet shkalla e pragmatizmit. Dhe kjo ka bërë që në parlament një pjesë e mirë e deputetëve të sillen në mënyrë vulgare, në mënyrë të pahishme, me një fjalor banal, me sharje me këto.
Unë nuk jo nep s'do të këto, për mua, unë s'kam përdoru kur në jetën time fjalë banale, as në ditën as në të përditshmen, sa më tepër në parlament, apo dhe ku do qoftë në publik. Kur s'kam përdoru. Statur tjetër, prerje tjetër? Mund t'ju them diçka, po të më lejoni. Pa tjetër. Ka qenë viti, besoj, 2006. Unë për konceptin tim, dhe se një përfaqësues e një partie të qendrës, i kisha plotësuar pa diskutim të gjitha detyrimet, angazhimet, edhe të shkruara, edhe të pashkruara, ajo që quhet gentleman agreement, aty, dhe me plot, me të drejtën e Zotit, hyra në koalicion me Partinë Demokratike në vitin 2005. Po, që garantoj edhe zhvillimin. Po. Qëndrueshmërinë. Po e përsëris, me të drejtën time dhe me drejtën e Zotit. Aty. Një pjesë ekstremistësh në parlament filluan që të përdonin ndaj meje fjalë thyese. Aty ne keni vënë re ministrat rrin atje në majtë bregut. Aty, është kryetaria apo kryetaria e parlamentit, pastaj vjen ministrat e gjorë. Atje. Dhe është gati që të shigjetojnë nga salla. Kush mund të juaj? Atje. Një pjesë të mirë të kohës i durova, i prita me një farë nënqeshje dhe me një farë qetësie. Erdhi një moment që nuk durova do të më. Dhe si reagove? Po ja them tani, nuk durova do të më. Kryetare ishte Josefina Topalli. Pa marrë fara nga Josefina, sa mbaroja që më do këdisi keq, aty unë nisa të zbres. Profesor Josefina. Të lutëm lërëm Josefina, i thash. Edhe vajta atje. Këto janë të shkruara në analet e kuvendit. Janë të botuara. Të botuara, po unë do them vetëm një të përmbledhur 2 gjëra që u thash atje. Dhe që i goditi një qikë më keq akoma. Por nuk durova do të më. Atje. Dhe u thash, dëgjoni këtu. Mos më pandeni se jam si ju. Unë nuk di ta flas gjuhën tuaj. As kam ndërmend ta mësoj ndonjëherë gjuhën tuaj. Atje. Jemi në nivelet të ndryshme, i thash. Prandaj unë s'kam për ta mësuar kur gjuhën tuaj. E kuptuan çfarë i the? E kuptuan. Gjuhën e banalitetit, gjuhën e fyrjeve, një gjuhë të pakulturuar, një gjuhë të pakultivuar. Dhe e dyta i thash, një pjesë e mirë nga ju këtu që keni folur, e keni diplomën të firmosur nga unë. Më vjen turp që kanë firmosur diplomën tuaj. Po. Kjo është shumë e bukur. Janë të shkruara këto që po them. Profesor Buan, pëlqeu shumë kjo historia. Mos ju agronomët po na binin në qafne? Ishit bërë shumë ju? Pa e ngacmova. Jo. E ngacmova, pa shko si me njerë ndryshoj shka. Jo. Do me të si bëhet një agronom ka që rëndësishëm? Ma shpjegon do të mua këtë? Nga se ju kaluat nga studimi tokës, kaluat drejt niveleve që... Kaluat nga studimi të sundimi. Po, të sundimi. Se 12 vite minister... Po ta marim shumë se dhe me mjedisin. Kush kanë dhënë nga gjatë? Se di, nuk e di. Unë nuk njoftë një që kanë dhënë nga gjatë. Përgjithsisht... Veç Berisha dhe Rama kanë dhënë nga gjatë. Në poste drejtuese flasim, ë? Në poste drejtuese. Po. S'kanë dhënë një ministër ka gjatë, apo jo? Me siguri. Shiko, po të më futën dhe një 13 vjetë e sa që kam qenë rektori në Universitetit Bujqësor. I vete goxha mirë. I këbi logarim për të... I del mirë. Profesori ka njësë në atë parët se ka qenë president. Po kujtja atriboni këtë jetë gjatësi, qoftë në politik, qoftë në universitet? Mos më thuaj tokës. Ke një lidhjet veçantë me tokën, se... Me këmë në tokë, si është ajo historia? Ne andej vinë dhe atje do të shkojmë, do më thënë. Kjo është gjeneza jonë. Më kujtoj diçka ke që thotë mos sprish mu. Mund të them këtë që njerëzit e bujqësisë, në përgjithësi, ata që punojnë në bujqësi, që punojnë në fshat, janë nga njerëzit, do thoshja, që më pak të vlerësuar, për që duhet vlerësohen më shumë se shumë e shumë të tjerë. Kuptoj. Të ngrihesh në orën 4 të mëngjesit për të mjell lopët. Pse e ke bërë këtë gjë? Jo, kam bërë tjetër në orën 4. Çfarë ke bërë? Kur kam punuar në kooperativën bujqësore, në verë, ngriheshim në orën 4 të mëngjesit, pa dal dielli akoma, sepse fillonte korrja e grurit me drapar, dhe që grurit mos shkoqej, duhet korrur me vesë. Dhe natyrisht agronomi duhet që të tjetë atje në mes të njerëzve ku punojnë. E kuptoj, dhe më thënë, ju keni hyrë dhe në shpirtin e grurit.
Mund të kem hyrë, po gruri ishë në shpirtin tim. Profesor, po tani, unë jam shumë interesante kjo se vazhdoj atë ngacmimin. Po sot, ose kur ishit politikan, në çfarë ore qohesh, apo bë refleksi keq ajo ora 4? Opa. Ja, profesor, se mbrapa jush është edhe një pamje... Normalisht unë nuk flë para orës 12. Ky është problemi. Dhe qohesh në orën 4, nuk i ke bërë orët e plotat? Jo, në verë qoheshim në orën 4. Në gjatë periudhës tjetër qoheshim nga ora 5 dhe në orën 6. Këtu ka qenë. Dhe unë gjithë jam zgjuar ose kam filluar, si me thënë, aktivitetin tim. Ke fjetur pak? Në orën 6 të mëngjesit, sepse në 6 të mëngjesit unë dëgjoja ditë për ditë BBC-n. Shi, pas ke qenë armik, qenë atë ko? Armik nuk kam qenë. Absolutisht nuk kam qenë armik. Asë nuk mund të quaj veten që kam qenë, si i thonë më këta... Pra si pas kësaj logjike që po thoni, ju në të dyja sistemet keni qenë mirë. Edhe në komunizëm... Pa diskutim. Edhe jeni ndër ata pak njerëz që... Si që tha Erioni, më thënë, edhe atëherë ke jetuar mirë, profesor, dhe atëherë në kohët e Enverit ke jetuar mirë, kohët komunizmit, dhe në kohët të demokracisë ke jetuar mirë. Edhe më mirë në demokraci. Edhe më mirë në demokraci. Por, mund t'ju them diçka. Dikur, kur isha shërbeja si minister, një gazetare e nderuar, e respektuar, më pyeti, profesor, si spjegohet që keni kaq vjetë? Edhe e tha 12, s'kam qenë 12 vjetë asë njerë minister, po kam qenë diku aty afër 11-ës. E mirë, që bëri 11, që bëri 12. Si spjegohet që tërkon ju ministre, i thash, thjesht fare. Keni qenë të aftë për aleanca? Thjesht fare, ju përgjigja, edhe pse kam qenë minister, edhe pse jam minister, edhe pse gjithkon kam qenë dikush, nuk ja di për nder kërkujt në këtë dynja. As kryeministrave. Ja di vetëm punës time që punoj si kal, dhe familjes time që më mbështet. Kjo është e shkruar, e bardha në të zezë. Mirë, do më thuash një gjë me sinqeritet, Po, pa tjetër. Ani ti e di që alfa e demokracisë është kthimi i tokës ke i Zoti. Po. Kjo gjë nuk është realizuar kur. Dhe është një nga, le të themi, nga ato që e përdhos kushtetutën shqiptare. A ndjeni dhe ju që kemi bërë shumë pak në këtë pjesë? Kemi bërë aq pak sa që gati s'kemi bërë asgjë. Dhe të shikosh pronar që sot kanë probleme me çështjet e pronësisë, që prona për shkak të votës në Bregdet është shitur, është bler, është shitur, janë bivendosur, do më thënë, është një katrahur me çështjen e pronësisë. Natyrisht, nuk mund t'jem, si me thënë, pa përgjegjësi, por përgjegjësia është si punë e kaskadës. Pa tjetër. Si pas shkallës së pozicionit që ke, të influencës që ke, dhe të pjesëmarrjes tënde. Po. Mund t'ju them që ndërgjegjen e kam të pastër në këtë punë. Pse? Edhe pse di që me këtë ligj është katranosur. Ju e keni quar zërin aso kohë, duke ja thënë dhe kryeministrit aso kohë? Së shpon kryeministrit, do t'ja u them tani shumë shkurt. Po. Kur është përgatitur ligji, në 1991 që kaloi në parlament... Ligji famkeq. 7501. 7501. Po, 7501. Ata që i krasojnë me targat e makinave, i thonë 7501. Po, 7501. Unë nuk kam qenë në Shqipëri, kam qenë deputet, për s'kam qenë në Shqipëri. Po. Kam qenë në Jemen si konsulent i FAO-s. Atje. Po si mund t'jeni në të njëjtën kohë deputet dhe konsulent? Mirë, kështu ishte në atë kohë, asë rogë nuk merrnim si deputet, nuk pagueshim. Po, e kuptoj. Dhe kur jam kthyer, e kam gjetur parlamentin në proces votimi. Kam votuar për këtë ligj, por kam votuar vetëm thjesht në frym partie, në parim, në frym grupi. Në parim se do t'i kthehet toka apo s'do t'i kthehet toka të Zotit. Pastaj aty ka shumë anekse. Kur isha ministri bujqësisë, duhet këtë qenë viti 98 ose 99, për këtë që do them, lindi një problem në Malsinë e Madhe. Po.
Malësia e Madhe nuk pranon dhe që të ndanë të tokat me ligjin, i ka ndarë me të parët. Me këtë ligj. Dhe erdhën tek unë. Në ndërgjegje, unë nuk isha dakord me ligjin, por nuk isha është të bëja. Nuk e kundërshtoje dot, sepse... Po është ligj. Ligji duhet zbatuar. Ti atje për të zbatuar ligjin. Po ju e kishit lexuar si deputet të parlamentit të njiheshit me ligjin, apo ligji kish kaluar kështu pa e lexuar fare aso kohë? Kur vajta unë i gjeta duke ngritur dorën dhe ngrita dhe unë dorën si tjerë. Si që ngrejnë dorën edhe sot, pa i lexuar ligjet fare, apo jo? Dhe ju kanë thënë këtë përfaqësuesve të Malësisë Madhe që erdhën tek unë. Kjo është e tmerrshme vetëm. Po që se ju bini dakord. E ndani tokën ashtu si që bini ju dakord atje. Dhe më bini mua dokumentin e firmosur. Nga gjithë ju atje për bashkë, unë do urdhëroj që të merë një tapit. Edhe e bërë e këtë gjë? E bëra. Kjo është frym. Një pjesë e madhe... E kanë marrë një pjesë e madhe në zonat saktorat të Veriut, e kanë marrë kështu. Shkuan në kufit e vjetër, edhe mbaroj dhe unë urdhërova të jepnin... Profesor, po si profesor i tokës, i zemrës tokës, pse e bëri kryeministri aso kohë këtë ligj? Kujt i shërben ky ligj në thellë? Si e mendon sot? Se sot mund shprehemi lirisht, domethënë. Po, duhet keni parasysh diçka. Është viti 1991. Po. Në atë kohë parlamenti dominoi nga 2 parti. Nga partia... Edhe sot. Nga partia e sa po krijuar edhe sot. Socialiste, partia punës që u konvertua në socialiste, dhe partia demokratike e sa po krijuar dhe ajo, të tërë kanë qenë jo aq të ditur sa që janë sot. Në atë kohë. Po ju e dinit mirë, domethënë, se sa... Për legjislacionin e përplot gjëra të tjera. Dhe dominonte fryma që tani tokën fshatarit. S'ka më kooperativa bujqësore, kjo që fryma që dominonte, flasim për 34 vjetë të shkuara. Po jo, se s'ka mundësi se demokracia e ka të shkruajtur me gërma të arta, që toka shkon kej Zoti. Është halfa e demokracisë. Më thënë, t'ja lësh tokën ati që e zotron, është no sense. Thuar që nuk e dini, nuk e kuptonin, mua më duket... Do të zgjidhet ky problem. Ky problem duhet zgjidhet shu, do më thënë. Jeni dhe ju dakord me këtë, besoj? Unë dakord jam, por sikur të më caktoni në komision për këtë punë nuk do pranoja. Po jo, është përgjësi e madhe se, është sa mali dajtit. Tani të angacmoj që ku me i gjë. Unë do të angacmoj dhe me i gjë tjetër. Pse e ke ndryshuar kolare, e ke pat të kuqe, e ke bërë blu tani? Fizionomia jote ka qenë edhe zëri jote shumë dominues. Gati në gjanë me aktorët e viteve 60 Hollywoodit. Më besoj që është kështu si që po thua. Po, egzakt. Pse i ke ndruar ngjyrën tani, apo... Po, thjesht për harmoni. Kostumi është blu, këpucti kam të zeza... Do më thënë, nuk ke gjur dorë nga kollarja kuqe. Sa jo të karakterizon, do më thënë, edhe pse i përdor dhe ngjyrat shumë. Tu mbrapa e ke e shile, profesor. Jo, shiko... Po e di që ke qenë shumë fan si ngjyrës të kuqe. Nuk më simbolizon e kuqja në kuptimin politik. Ja, absolutisht nuk po e ngatroj me këtë, po themi si ngjyrë. Më simbolizon e gjelbra. E gjelbra. Brapa është, regjia e ka një foto me të gjelbër. Autoriteti juat është shumë i fort. Gati të kallë datën kështu, kur të shikon... Nuk e di. Ka njerëz që stepen, ta kanë thënë shumë njerëz që stepen për balteje, do më thënë, autoriteti jotë si lider, është... Ka qenë lider? Edhe ma kanë thënë, shokët dhe miqtë e mi. Po me zonjat, kështu ke qenë, apo vetëm me... Shiko, tipi nuk ndryshon. Po, pa tjetër. Nuk ndryshon. Naturisht, me zonjat jam përpjekur që ti anashkaloj. Pse? Se kërë e ka pasë zëmërën e zënë. Kur është puna... Përveç asaj, kjo s'do të po gjë që... ka pasë fiksim. Kur është puna për të... Ti se ke i den që a shoqesh ka pasur aj? Nobeliste, tregoj që ka to, shoqet nobeliste. Që si rije me ato e bënit shkëmbenit... Një pasion i madh për poezin këshu, nga lindi kjo gjëja këshu, të shkruash këshu gjëra. Më kanë thënë që... Një agronom poet. Më kanë thënë që dhe reciton në gjuhë ruse? Edhe angleze. Edhe angleze? Po. Çfarë të vjen tani? Çfarë të vjen tani? Ti përgjigjem pyetje si më përpara. Shikoni. Unë kam vajtur për agronomi se atje më quan. Shkollën e mesme e kam bërë në teknikumin bujqësor të Fierit. Sepse për kushtet që kisha unë si një
djaliri, si një fëmijë me një baba të përjashtuar nga partia, në atë kohë s'ishte gjë e mirë, nuk më dhanë tjetër bursë. Megjithëse doja të shkoja për histori, gjeografi, për letërsi. Pas prirje do më thënë. Për aviator, këto kanë qenë 3 kërkesat e mia, nuk më dhanë asnjë, më dërguan atje dhe vajta. Pastaj, pasi mbarova teknikumin bujqësor, nuk ishte tjetër variant për mua, veç të vija në institutin e lartë bujqësor të asaj kohe. Normal. Ama, unë kam lindur në një shtëpi plot me libra. Jam rritur në shtëpi me libra. Kam lexuar tërkohën nga mëngjesi deri në darkë, i frymëzuar nga Imat. Imat fliste 3 gjuhë huaja dhe i shkruante. Bravo. Italisht, frëngjisht dhe greqisht. Do thoni po greqisht ç'ne. Po nga që s'kishte shkollë shqipe në fshat në atë kohë kur ka lindur ai, bëni greqisht. Gjyshi im Bedlia juaj është? Kishte miqësi me një familje në Dhërmi. Dhe e dërguan atje. Atje kishte shkollë greke. Ka ndonjur 5 vjet dhe ka bërë shkollën fillore në greqisht. Po, dhe kam mësuar gjuhën aty patjetër. 4 vjet ishte shkolla atje, po ndonjë 5 vjet aty në familje, kështu që fol nga mëngjesi në darkë në Shqip. Po rusishten nga e mësove rusishten? Po jo unë po flas për Timat tani. Po e di, jo, ju nga e mësuat ju rusishten. Po, nuk kishim... Ishte brezi, ishte ndikimi atëre. Gjuhët huaj, bënin vetëm rusishten në kohën time. Gjithë ka të kinezë. Dhe unë kam patur një mësues, profesor ta quaj, të mrekullueshëm, një Nestorin e Provishta, që na bëri pasionant për gjuhën ruse në atë kohë. Vazhduam edhe 2 vjet në fakultet, të bënim gjuhë ruse, dhe kjo ishte 6 vjet rusisht. Dhe ky pasioni për poezin tani? Nga doli ky? Nga doli kjo gjëja? Imat nga mëngjesi në darkë, i lexonte nënës time në shtrat romanet, dhe recitonte në shtëpi edhe kur bësh gati për në punë, bënte inventarin. Thoshte, Çelsa zyret cop 1, Shami cop 2, atje. Edhe me radhë, këto me humor, ka qenë njëri shkëlqyer, me humor tjesht zakonshëm, dhe pastaj e lidhte çdo gjë me poezin. Recitonte me qindra vargje nga Fishta, nga Naim Frashëri. Po si i mbante mend? Nga Ndremjeta. E çuditshme. Ne s'mbaj mend fare, ky brezi tani. Ne s'mbaj mend fare, mban mend ti? Të paktën jam shoku ynë midis shumë gjërave që ja di përnder Timeti, i di dhe këtë që mua dhe jo vetëm mua, po të kultivoj këtë. Edhe ne ishim 5 fëmijë, të 5 mbaruam shkollën e lartë dhe na futin në ndërgjegjen tonë leximin për të lexuar. Nuk ngopeshim së lexuari. Do na recitosh pak tani rusisht? Po pse më kërkoni rusisht? Po se ajo tingëllon bukur. Edhe anglisht. Po se unë jam fan se këngëve ruse për shembull. Ose me që dukem kështu si bjonde, kështu si ruse. Me këtë pantallonat fundin e gjatë dukeni si jeni pjesë e ansamblit Berioska. Po, Berioska. Si të vjen frymëzimi tyre, cito, si të duash ti? Shiko, atëre po e filloj me një... Mirë, dakord, si doni ju? Skaj si duash ti? Ne i lëm të ftuarit në lirinë e tyre dhe frymëzim është ajo. Të mos bëjmë dzing me ndonjë vjersh që kam recituar në ndonjë studio tjetër. Enkas për bardhëzi. Enkas për bardhëzi. Enkas për bardhëzi. Dakord, diçka nga Maksim Gorki. Burevjesnik. Burevjesnik është zgalemi, është zogu i furtunës. Në Shqip kryevepër është poezia më e bukur. Atëre po e them në Shqip, edhe pastaj edhe në rusisht. Atje. Mbi të thinjtin shesh të detit, era fryn dhe mblidhen ret. Midis reve edhe detit, kryre lartë shkon zgalemi si e zezave të tim. Asa e bukur. është në Shqip, e përkthyer nga i madhi Lame Kodra ose Sejfullah Malshova. Në rusisht është Natsidoj ravninoj morja, vjetër tuqi sabirajet, mjeshdu tuqa mi morja, gor darjejet burevjesnik, qorni, polni, padobni. Imaginoj të gjë Putin këtë. Të merë direkt ambasador atje në Rusi. S'kemi dhe ambasador. S'kam pranuar, më propozuan dikur për ambasador, por nuk kam vajtë. Në Rusi? Dërsa në anglisht, po. Po pse nuk vajtë? Jo, në Rusi, jo, në 3 vendet tjera, në 91-shin. E nese, sa atje del në pension shumë me stil. Dërsa në anglisht,
Në 77-ën isha në një delegacion në FAO. Dhe atje pasi... FAO është organizate ushqimit që merret me ushqim. Food and Agriculture Organization, FAO. Aty. Mbaroj mirë, para s'kishim. Makina në dispozicion s'kishim. Ambasada vinte vetëm në çonte në mëngjes atje në konferencë dhe na merrte në darkë, pas ditën. Jemi në 77. Ç'të bëja unë? Atje njeriu i librave jam unë. Rindet e biblioteka e FAO. Biblioteka e FAO. Një bibliotekë e famshme, shumë e madhe, dhe aty pastaj duke ndënjur, duke medituar, duke lexuar, përktheva Farewell to Eliza, Lam të mirë Eliza e Robert Burnsit. Atje. Po e them në shqip një strofë vetëm, se kush i thot të tëra, aty... Nuk duket fare që është 85 vjeç, është e habitshme. Është mashallah. Nuk të regon, a i mund tjetë edhe 95, po se disi ku është registruar. Nuk të regon. Let's hope, thot anglezi. Mundje në ka pik. Mashallah. Jo, ja ka kaluar dhe Berishës, ja ka kaluar dhe Berishës. Se burin Berishën, që është vitale këshu. Ja, do ju them diçka për Berishën. Më vitale se ka. Sa të mëroj këtë. Largtej e Eliza më duhet të shkoj. Larg brigjeve të oqeanit ku kam lindur të mërgoj. Se fati mizor në ndau të dy me ulërimat e oqeanit pa fund e pa anë. Edhe sa bukur me atë që i bëj qetësi studio komplet. Me atë pauzën, qetësi studio. Qetësi flet njëri fare. Sikur ka studiuar vite të tëra aktrim. Po, zëri, po. From though, Eliza, I must go. And from my native shore. The cruel fate between us throw a boundless ocean's roar. Mirë, kur thash u këta s'pafjet kur më flet anglisht dhe më mirë se Berisha. Me Berishën. Me Berishën tani, se do thot për Berishën. Se kjo është pjesë për humor, nuk është për fushat. Berisha, s'prish punë, s'ka. Ama se s'duhet nga trojmë fare me fushat, se jemi as majta as djafës, ne jemi vetëm drejt, e ditë gjithë ata që në ndjekin. Dakord. Kjo anon një qik nga fushata e Diramës, kjo që thatë, po s'prish punë. Jo, vërtet. Jo, fare. A i thot nga njerë që as majta as djeta, as pa e dhe një. Jo, e kemi ne logot dhe promo të emisionit tonë. Po në regull, po të shkeni dhe një. Jo, po s'lejojmë ne që të marin i det. Unë pasi mbarova mandatet e mija si minister, natyrisht unë s'mund të pranoja në një pozicion tjetër përveç se këshilltarët e kryeministri. Se tani, ka ministra që mbarojnë mandatin si ministreve, në punojnë zvëndës ministre, ku nuk punojnë. Unë nuk pranoj. Gjithmonë, individi ka një staturë, vërtet. Kam aqë s'kim, sa që të mos pranoj. Dhe Berisha ndjen dhe vështirësinë se çdo besh me mua atje. Dhe më propozoj për këshilltarët të tij. Dakor, vajta këshilltari Berishës për 4 vjet, pasi mbarova mandatin e ministrit, atje me një status të veçantë, që është e vërteta. Nuk kisha... Këshilltar kota, po këshilloheshe në jerej? Jo, nuk ishte orar zyre. Jo, këshilltar tamam, por nuk isha si këshilltarët e tjerë që të zbatoja orarin, apo këllin plot gjëra tjera. Dhe njëherë, ishte një rast, një eveniment aty i brëndshëm, dhe filloi humori e plot gjëra të tjera, dhe fillon të dy të recitojmë, edhe a i dhe unë. Që si një gara heshtu, po ishte gara pa barabartë. A i kryeministër, unë këshilltari ti. Me gjitha të dolem në barazim. E përfunduam me korbin e Allan Poes. Nuk e besoj që a i reciton ka që mirë se ti. Nevermore. Unë nuk e besoj këtë. A i ka kujtes fantastike. Po kujtesën mund të ketë. Pastaj për recitimin nuk e di se dhe unë nuk se shquem. Kjo ishte. Na knaqe, profesore. Na knaqe me përkthimet tuaja, me poezit tuaja, me energjit tuaj. A i libri aty? është libri Kamera ta kapi pak, është libri që profesori ka botuar, e miqtë e tij e kanë mbledhur dhe e kanë botuar nga dokumentet e vjetra të profesorit që nuk e di pse ka ruajtur. Jo, nuk e mblodhen miqtë e mi, po ja u them me 2 fjalë. Ata të shtyn. Po.
Unë kam filluar që të sistemoj arkivin tim. Mbarova me arkivin fotografik, disa mire fotografi, i kam hedhur tëra në kompjuter, digitalizuar, aty, dhe mbarova dhe me kronologjinë e jetës. Tani jam kthyer bloqeve të shnimeve dhe të ditarve. Të ditarve të mi. Aty më dolën pastaj poezit të shkruara në bloqet e shnimeve të xhepit të agronomit, njëherë në buzlumit, njëherë në hije të një peme edhe të figut. Figu e ka hije në rëndë, nuk është shumë e këshillueshme. Atje, dhe kam shkruar për qefin tim poezi të cilat i kisha nisur kysh kur isha student në fakultet. Kjo është e vërteta, aty ka ndonjë, mos disa që janë botuar, unë kam qenë student në... Botuar në për gazetat e kohës? Në fakultet, jo. Më duket janë botuar? Jo, aty. Jo, në gazetat s'kam botuar asë njëherë, se i kam shkruar vetëm për vetën time. Dhe... Ishë more njërë gazetën që do kështë dalë njërë, apo e nga trojë në historinë? Që vajte more gazetën, jo. Së është historia. E, më ndojtë në i film tjetër. Jo. Nga trojën filmat. Dhe më dolën këto një pjesë të poezive të shuara nga koha. 65 vjetë, 60 vjetë të shkuara. Një pjesë të lagura u ka hyre gracia në kutit e kartonit. Ato që ishë shkruar me stilolaps, boja stilolapsit ishte përhapur. Dhe ishin prishur. Me gjitha të mblodha ato që kishin mbetur. Edhe i botuat. Boja një 35-20 copë, aty. Dhe pas i hodha në kompjuter, bëj shaka me një mikun tim që është në Amerikë. Shefjet Mekon, shkrimtar është ai, ka qenë gazetar. I the, po mendoj të bëj një botim? Jo. Me humor i thash, shefjet dikur, ka qenë para Krishlinive kjo, të këti vitit që shkoj, dikur përshëndes në njëri tjetrin e uroni me kartolina. Tani po të dërgoj, të turoj me disa poezitë mija të shkruara 65 vjetë të shkuara. I pa shefjeri humanit me njerë më ktheu përgjigje. Profesor, duhet i botosh. Po i thashe, nuk marro se mund të botoj këto tani, në këtë moshë unë të botoj vjesha për dashurin. Tu qepa i do më thënë? Atje. Nuk pranova me shefqetin. Mirë tha, do t'ja qoj Marash Mirashit. Marash ish gazetar. E di e njojnë. Shkruan shumë burë, ka bërë një roman fantastik. Brirët. Atje. I merë dhe Marashi, me njërë dhe i profesor du t'i botosh. Jo. Dhe filloj dilema, ti botojt, mos i botoj, dhe pas ta isha jo që Erioni e ka djuar diku, atë dilemën time, dilem jo hamletiane, por dilem faustiane. Fausti e ka më të but, më elegante. Urojmë që kjo dilem të zjasi, duke bërë edhe botime tjera, mos ndaleni këtu. U binda rash dakord dhe më në fund i përmblodha në këtë librës të vogël, shefqeti dhe Marash i bënë në redaktimin, Franokullin Lezh bëri botimin, dhe kjo është historia. Edhe ne i bëmë promovimin. Isha atje dhe aji nga kanë bajt gjysmore me mikrofon, nuk e lëshon të mikrofonin, edhe me duar trokitje, me këshu, ishte, nuk e di, spektakolar, i thashore, sa i tha njëri, tha, kur të bëj, tha, promovimin tim, tha, do të marrë ty, tha, i ta bësh. Në momentoja të shorë, kur të bëjnë me i dasëm, ta marrë, ta bëjnë i konferencier. Mishtë emisionit Bardazi, ishim në Bardazi me tëftuarin të nderuar Lufter Gjoveli, i cili përveç se një profesor i nderuar, një ministër me një karrierë politike shumë të gjatë, është gjithashtu edhe një shkrimtar shumë i mirë. Suksese dhe urojmë që kjo iniciativ të mos mbetet vetëm me këtë botim, po të vazhdoj. Miru takofshim të mërkurën e ardhshme këtu në ABC, si gjithmonë.